shpërblimi i publikut. Për të ndarë këtë shpërblim, ftoj në skenë këngëtarin e grupit Asgjë sikur dielli, Albani Manin, dhe gazetaren e Radio Televizionit 21, Edita Tahirin. Unë dua t'ju them edhe një gjë që Albani Mani ka dhe një premierë sonte, ka realizuar skenografin për këtë spektakël. Urime Alban. Mirë mbrëma. Para se ta zbulojmë kush është fituesi i çmimit të publikut, unë e përgëzoj zhurmën për këtë nismë të kësaj mbrëmje të ndarjes së çmimeve. Dhe është shumë mirë që këtë mbrëmje do ta kemi edhe në vitet e ardhshme, me që u tha që është tradicionale, dhe po ashtu vlen të përmendet një gjë që këtu jemi bashkë me artistë nga të gjitha trevat shqiptare. Alban, do të hapësh? Okay, and the winner is... Është një këngëtare të cilën unë kam pasur rast të njoftoj, një zonjë shumë e dashur, dhe e di që të gjithë ju e doni dhe e një kohë të gjatë, një duar trokitje për Gilin. Çmimi i publikut. Çmimi më i dashur për mua. Gjatë karrierës time kam marrë shumë çmime, edhe nga juria, edhe nga publiku, por një gjë e di. Jurit në çdo manifestim, mas çdo manifestimi ndrohen, ndërsa publiku mbetet po ai. Zemra. Falenderoj të gjithë ju, përshëndes Robertin dhe Redonin, ky çmim është për ta. Faleminderit.